Aktoria dhe moderatorja e njohur shqiptare, Jonida Vokshi, është shfaqur së fundmi në një formë të shkëlqyer. Vetëm pak ditë para nisjes së sezonit të ri të spektaklit më të komentuar televiziv, Big Brother Kosova. Në paraqitjen e saj të fundit, Jonida ka tërhequr vëmendjen e ndjekësve me ndryshimin në pamje, duke zgjedhur një prerje flokësh më moderne dhe më ndryshe nga ajo me të cilën jemi mësuar ta shohim zakonisht. Stili i ri i jep një freski dhe elegancë natyrale, duke u bërë menjëherë një nga temat më të përfolura në rrjetet sociale. Moderatorja simpatike do të rikthehet sërish në rolin e bashkë prezantuese së BBVK, krah kolegut dhe mikut të saj të vjetër, Alaudin Hamiti. Dyshja pritet të sjellë edhe këtë sezon një energji pozitive, spontanitet dhe humor në ekran, duke i dhënë spektaklit atmosferën karakteristike që e ka bërë kaq të dashur për publikun. Me stilin, profesionalizmin dhe karizmën e saj, Jonida po dëshmon edhe një herë se është ndër figurat më të pëlqyera dhe më me ndikim të televizionit shqiptar. Nëse ju pëlqeu kjo video, shkoni në kanalin e YouTube-it Big VIP Albania Kosova, që e gjeni në bio. Mos harroni që të bëni subscribe dhe të klikoni butonin e ziljes që të informoheni për videot më të reja.